Divani Stambollit është botimi më i fundit, ndër më të fundit, i shtëpisë botuese Dituria. Autori është Alessandro Barbero është një nga historianët më të ndjekur sot në Itali dhe Shqipëri, madje, sepse Alessandro Barbero është njeriu që ka filluar ta tregojë historinë. Ai ky është specializuar te historia e mesjetës, apo jo? Edon Qesari, mirë se erdhe. Edoni është përkthyesi i këtij libri. Dhe tregon, po e tregon shumë bukur. Domethënë, ky ka një kanal në YouTube që ka shumë ndjekës, mënyra si ai rrëfen historinë, ka dhe polemika të vazhdueshme. Ma merr mendja në çdo tekst ose ndërhyrje të Barberos shoqërohet me polemika, domethënë. Një korrigjim të vogël, nuk ka kanal në YouTube dhe as të rrjetet sociale, janë të tjerë që bëjnë se ky vetë, të paktën siç e quajnë veten, është totalisht ignorant për sa i përket ndërfutjes në rrjetet të këtij lloji. Unë kam njohur në fakt për herë të parë në një emision që bën Rai Storia, La Storia siamo noi, që historia jemi ne, që e jep edhe Rai 3, por që aty ndërhyn të njerëzoni shpesh. Dhe ka disa qëndrime të veta. Nuk e dija që ky e kishte. Ja kam rekomandu një kanal në YouTube, Plum Xhufit, i kam thënë bëu si Alessandro Barbero dhe do të shohësh që do të ndjekin. Nuk e di, ai nuk më ndoqi këshillën, dhe kështu që me le të flasim për Divani i Stambollit, që është një histori e shkurtër e shkurtër dhe ndryshe. Po e nis me diçka që më ka qenë rast që kam përmendur disa herë. Barbero nuk është osmanolog, pra nuk është ekspert i perandorisë osmane, nuk lexon osmanisht, por është një mesjetarist, pra është një njohës i mesjetës së Evropës perëndimore, goxha i njohur në Itali dhe në Evropë. Është një pedagog i mirëfill, tashmë sapo ka dalë në pension, dhe ka një shqetësim të madh. Shqetësimi i madh niset nga një vëritje mbi realitetin, që do të thotë temat e historisë, diskutimet mbi historisë pëlqehen. Ka një të dhënë të fundit, për shembull, ndër librat non-fiction, pra jo letërsi artistike, që më shumë shiten sot në Evropë, janë biografitë e njerëzve të mëdhenj. Aleksandri i Madh, Napoleoni, etj. Pra ka një kuriozitet, ka një kureshti drejt këtyre librave, por nuk është vetëm çështja se çfarë një historian studion, por edhe si e thot, si e tregon. Atë që amerikanët quajnë storytelling. Në këtë aspekt, Barbero duket sikur është një mjeshtër i vërtet. Do me thënë, ka të paktën një dekadë, apo 12 vjet, apo 13 vjet, që ka marrë një nam të përgjithshëm në publikun e gjerë të interesuar mbi historinë për të mbushur këto sallat të mëdha, ku shkojnë njerëz të cilët janë moshat më të ndryshme, interesat nga më të ndryshmet, profesionet nga më të ndryshmet, dhe duket që mënyra se si ai, elokuenca e tij, mënyra se si flet, pëlqen. Kështu që Barbero ka marrë përsipër në këtë libër të analizoj le të themi, një ndodhi gjithë shekullore, siç është ajo historisë perandorisë osmane, e cila në kulturën e përgjithshme perëndimore pothuajse nuk njihet fare. Pra, perandoria osmane zë një vend jashtëzakonisht margjinal në librat e shkollës në vendet perëndimore, posaçërisht në Itali. Për më tepër është e mbushur me paragjykime, me le të themi epitete negative, etj. Kështu që Barbero ka marrë përsipër në pozitat edhe ai vetë një lexuesi, studiuesi, të shpjegoj këtë histori nga syri perëndimor për një publik perëndimor. Dhe ndërkohë nuk është një libër mirëfill historik, sepse nuk ka referenca, domethënë nuk është është i shkruar, është i treguar. Domethënë historia e perandorisë osmane e treguar. Shikoni, ka një debat sot shumë të madh midis njerëzve të fushës, pra historianëve, në përgjithësi në perëndim. Në qoftë se historia duhet të vazhdojë të mbetet një tematik mes ekspertësh, të cilët flasin me njëri tjetrin, diskutojnë me njëri tjetrin, por mbetet mes katër mureve, apo nisur nga një
kuriozitet, nga një interesim i publikut të gjerë, kjo histori të filloj të divulgohet. Pra të bëhet me përshtatshme për një publik gjithmonë më të gjerë, jo akademik. Sigurisht një lexues jo akademik t'i paraqisësh një libër shumë teknik, me shënime në fund të faqes, me burime tjerë, do të bëj i lotshëm. Barbero ka preferuar që të sjelli përpara një histori në formë paksa të një romani. Mos harrojmë që mes të tjerësh Barbero është një historian i afirmuar, por është dhe i shkrimtar i afirmuar. Është një fitues i çmimit prestigjioz italian Strega, po, dhe ka botuar disa romane të suksesshme. Tani, bëj një pyetje si përkthyes. Normalisht, përkthyesi nuk është automat. Ka momente që ka një lloj raporti, një polemik që mund ta ketë me shkrimtarin. Në rastin konkret, a vjen pasaksira ose referime në përgjithësi në burime të cilat ne, si shqiptar, nuk jemi mësuar ti marrim për bazë, si mund të jenë referimet burimet serbe, tjera. Barbero është përpjekur në këtë libër që, si që thash më përpara, ta shojë perandorinë osmane me syrin që perëndimorët në shekuj e kanë parë këtë perandori osmane. Dhe nuk e kanë parë gjithmonë me tmerr. Pra, më shumë se sa të shkoj në burime dokumentare turke, apo osmane për të qenë më të sakt, a i ka vajtur tek burimet që a i vetësh i aftë të lexoj. Siç mund të jenë burimet veneciane, gjenoveze, e të tjera. Kuptoj, për rasti konkret, për shembull. Okej, nuk po flasim për Gjergj Kastriotin, sepse ai e kalon me një fjali. Siç kalon me një fjali dhe Janush Unjadin, domethënë. Por fjala vjen për trupin e Jeniçerve. Ai ka një respekt i jashtëzakonshëm në mënyrën si funksiononte perandoria osmane, si funksionon ekonomia, si funksiononte ushtria, si funksionon mos trashëgimia e pushtetit që kishin sultanët e kështu me radhë. Dhe tek Jeniçerët ai thotë që në përgjithësi ishin fëmijë kristian të rrëmbyer dhe madje ngulmon që kur bie fjala për të mbledhur nizam, pra ushtar, merreshin gjithmonë fëmijë kristian. Po ne e dimë që kjo s'është e vërtetë. Dhe në fakt, kjo ka qenë e vërtet, ose është ndjekur me një lloj rigoroziteti deri një farë kohe. 2-3 shekujt e parë të perandorisë. Po, pastaj deri diku Barbero e paraqet këtë situatë të ndryshuar. Por të kemi parasysh diçka. Ky është një libër prej 180 faqesh, në të cilat është dashur të mbledhim 8 shekuj histori. Okej. Është një libër që kërkon të paraqesë shumë kulmin e periudhës në të cilën perëndimi dhe perandoria osmane ndërveprojnë jo vetëm kuptimin luftarak, pra përplasen, por dhe imitojnë njëri tjetrin, dhe ndjekin njëri tjetrin, dhe mundohen të përshtaten njëri tjetrin. Ka pasur shekuj, mes shekujt 15 dhe shekujt 17, në të cilën metropoli më i madh në kontinentin evropian ishte Konstantinopoja, Stambolli. Ka pasur shekuj në të cilën sultanët në lindje nuk ishin këta barbarë të cilët kërkonin me çdo kusht që të pushtonin Romën dhe të vinin aty kuajt e tyre dhe në një farmase të përmbysnin krishtërimin. Kanë parë tek perëndimi një motiv për të imituar qoftë edhe bukurinë baroke të qyteteve perëndimore. Në këtë kuptim, ajo që kërkon Barbero të bëj është të përmbysi disa mite që i kundërvën këto dy, po i quaj qytetrime. Ja, dhe ka dalë, kam përshtyr. Për të kuptuar që ka pasur një kohë në të cilën në lindje disa prirje dukeshin të çuditshme në atë kohë, por që më vonë janë ndjekur. Për shumë një aspekt shumë interesant, ju e prekët më përpara, është fakti që shpeshherë kur ambasador venecian apo francez duhet të flisnin me emisarët turq, me ministrat e lartë osman, ata vinin në re që këta njerëz, në fakt që kishin përpara, ishin disa bibarinsh. Këta ishin aristokrat perëndimorët. Këta të tjerët ishin njerëz të cilët vinin nga, ma lejoni ta përdor fjalën, nga llumi i Ballkanit, nga llumi i një periferie të perandorisë e tjerë.
2-3 shekuj më vonë, shekuj e 19, kjo do të kthehet virtyt në qytetrinë perëndimor. Pra se si njerëz të cilët nuk kanë gjak blu, nuk rrjedhin nga një farefisni apo nga një derë madhe, arrin të drejtojnë një shtet apo një kom. Cili virtyt është përmbysur për Jo, ka dhe një karakteristik, do të thonë që aty pushteti nuk trashëgoi, sidomos pushteti i vezirëve, kryevezir, të vetmit që e kanë trashëguar pushtetin ishin shqiptar, Qyrbellin, e famshëm Kadares, do të thonë që edhe ata nëpërmjet manovrash politike të brendshme, jo se ekzistonte një ligj salik si në Perëndim. Ama ja dolën që kryevezirit ja jepte pushtetin të birit edhe kështu me radhë vazhdojnë ditë në disa brezni, do të thonë që Për Barberon kjo koincidon edhe me një fazë rëndëse të Perëndorisë Osmane. Pra kur kjo karakteristik që e dallon Perëndorinë Osmane nga i gjithë Perëndimi në atë kohë, fillon dhe bëhet një imitim i Perëndimit, pra fillojnë të kalojnë pushtetin fëmijëve apo farefisnisë të tyre, aty ne shohim një rënje të Perëndorisë Osmane. Don, është momenti që kur thua Divani i Stambollit direkt, të thon tituj telenovelash turke. Po. Ngren nerva aty? Jo, të them të drejtën jo, sepse mundohem të shkoj përtej asaj që titulli thot. Divani është qeveria, që të kuptojmë. Se edhe Barbero merret goxha me Mehmet Pushtusin, me Sulejman e Madhërishëm, me tjetër, do ka rënë. Barbero ka parë diçka, dhe për këtë shprehur edhe hapur, ka parë diçka që edhe në Itali, jo vetëm në Ballkan, telenovela turke ndiqen. Po bëjnë namin. Ndiqen. Dhe çfarë ka bërë? Shumë nga këto telenovela janë ritrajtime të së shkuarës, pra të sultanëve Osman, Abdulhamiti deri tek Sulejmani i njohur si i Madhërishëm. Përtej trajtimit, le të themi kështu, në form fictioni, pra në formë të një novele, le të shohim se si mund ta trajtojmë pak në formë disi më serioze, por të këndshme për t'u lexuar. Ka dhe ky pjesë të veta të kuriozitetit, për shembull, mënyra se si funksiononte ligji. Me që sultani ishte kalifi, ligji duhet ishte ligji kuranor. Dhe janë kadint, të cilët vendosin për 5 minuta, vendosin të ndajnë të mirën me të keqen, të drejtën me të pa drejtën, dhe nuk ka as apel, s'ka asgjë, domethënë. Dhe kadint janë njerëzit që rezistuan që në Turqi mos tapeshin shtypshkronjat, mos botoheshin librat. Edhe gjua, koleg, që një fjalë kishte 70 shkronja. Po, aty merr një fjalë e cila në të vërtetë është e gjuhës proto-turke. Pra, kështu që pastaj duhet kuptojmë dhe diçka. Gjua turke në vetvete është një emërtesë për të përmbledhur shumë gjuhë të cilat shtrihen nga le të themi kufiri i kontinentit evropian deri në përtej qendrës Azisë. Kështu që është përmbledhje një kulture të jashtëzakonshme. Të të bëj pyetje. Në librin Divani i Stambollit flitet shumë për korrupsion. Flitet që paguheshe gjithçka dhe pjesën më të madhe të bakshisheve e merrte sultani direkt. A nuk të duk kjo e ngjashme me lobimin që bëhet në Amerikë? Nuk e kisha menduar në këtë trajt, por le të themi që Barbero mundohet të paraqesi një, latinë do të thoshin një formamentis, pra një mënyrë se si e mendojnë njerëzit në atë kohë funksionimin e shtetit. Dhe sa duket kjo mënyrë të funksionuar është normale për historinë osmane të asaj kohe. E çuar pastaj në mënyrën normale të funksionuarit të politikës amerikane sot, por prej disa kohësh, pra kjo mënyrë e cila në terma legal e normalizon lobimin, dhe lobim do të thotë që unë vite ty ti do unë do të paguaj dhe ti do më mbrosh interesin tim, mundet fare mirë të bëjmë referenca historike, pavarësisht se një historisë para ka përsëritje gjërash, vetëm në formë komike. Sultanët kishin një fiksim, donin të ishin si perandorët romak. Po, dhe është një aspekt shumë i rëndësishëm, kam pasur mundësi ta përmend dhe së fundmi, që do të thotë shpeshherë ne për shumë figurën e Mehmetit të dytë, pushtuesi Konstantinopojës. Në të njëjtën kohë njeriu i cili e çoi perandorinë osmane më në perëndim se të gjithë, mbërriti deri në Otranto.
pastaj fati donte që ai të vdiste dhe Perëndoria të tërhiqej përsëri në Themi të brigje. vërtetën, janë zinë jetën Himariotit, që i bëni kryengritjet dhe ai u kthye dhe vdiq. Kjo është gjë e bukur, të paktën e thëm për mua që jam Himariot, por ata janë zinë jetën, domethënë vazhdonin kryengritjet. Himariotët që në atë kohë ishin grek, padyshim. Po çe pyet. Mehmeti i dytë ka një karakteristikë. Ne i quajmë pushtuesi, pavarësisht se fjala pushtues tek ne në shqip bart një ngarkesë negative. Po, barbarizëm. Në fakt, për shumë në italisht, konkuistatore dallohet nga invazore. Invazore është ai që ne quajmë pushtues. Ata i thon konkuistatore, kuptimin edhe një pushtues zemrës. Si kënga Elita 5. Mehmeti Mehmeti i dytë ishte njeri për te të gjithë dhe për te të qenit një politikan i kohës vet, një lider ushtarak i kohës vet, ishte dhe njeri jashtëzakonisht i rafinuar, një si disa gjuhëve tuaja. Njeri i cili e shite pushtetin e vetë si një vazhdimsi e Romës së lashtë, po sepse dhe Bizantinët, ne i quajmë Bizantin, në fakt ata i quajnë vetën plotësisht romak. Romak që flasin greqisht, jo latinisht, por i quajnë vetën romak. Kështu që në momentin që pushton një qytet si Konstantinopoja, një simbol të tillë të vazhdimësisë disa shekullore. Dhe një shqiptar si Ballaban Pasha që ishte i pari që u hodh në muret e Kështjellës. Po. Dhe e gjitha kjo e bënte që jo vetëm Mehmeti, por të gjithë ta kishin, qofse mund të shprehemi kështu, fiksimin për të quajtur jo thjesht Sultan Osman, jo thjesht kalif të botës muslimane, por në fakt pasardhës të Cezarëve të Romës. Ka shumë gjëra interesante divani Stambollit. Pasardhës të Cezarëve të Romës, kemi edhe ne sot. E kupton Cezari. Okej. Këthuan gjëra të rastësisht. Po, pra. Interesante është që ka shumë gjëra në pak faqe për të mësuar, është një përmbledhje jashtëzakonisht e mirë për të mësuar. Është një përmbledhje e mirë dhe nëse më lejon të shtoj, është një përmbledhje e treguar mirë. Po. Problemi sot i historisë është që rezulton e mërzitshme në për shkolla. Në Shqip kjo është dhe merita jote, nuk është vetëm e Barberut. Edhe. Kjo është, por për shembull flitet për atë që ne i quajmë sot tolerancë fetare. Për shembull ai habitet se si aty ka kishë ortodokse padyshim, po si ka kishë katolike. Nuk e përfshin faktin që murgjit franceskanë janë të pranishëm sepse shkon Shën Francesku për të vendosur paqe, domethënë që të ndalonte dëshirën e sultanit vinte në Europë dhe i shkrep një ide të çmendur, vendos të konvertoj sultanin. Përpara Perandorisë Osmane kjo. Jo vetëm një kishë ortodokse, po mos harroj një patriarkan ortodoks. Po pra, kjo është edhe si shpërblim që manastiri franceskanër sot e kësaj dite atje ku është. Mirë, ju a rekomandoj sepse është një lexim shumë i bukur, i jashtëzakonshëm. Sa trisht presësh do vi episodi i radhës i sultanit apo jo, e lexon e ke në dorë episodin, flej gjumë kur do vetë. Dhe ja vlen divani i Stambollit. Faleminderit shumë Edon. Faleminderit juve. Ne tani do ta lëm ty, do mos kemi çfarë të bëjmë. Taf Orizi, çfarë hanin sultanët? Dhe për kuzhinën, flitet edhe për kuzhinën. Flitet Kuzhina otomane është krejt tjetër nga kuzhina turke. Ashtu? Po. Ama taf si kjo jona, s'besoj të jeni ngrënë. Por të jesh e bindur që sultani ka hongër taf kosi sa ka plas. Thuhet që i kanë bërë një pilaf në Elbasan, edhe ja kanë çuar me tepsi ka vajti ngrohtë sultani në Ka buni ishte, jo, me qafë të dashtë.